Në të gjithë qarkun Shkodër vijon operacioni i koduar koordinatat për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivim të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin, në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj, kanë gjetur të kultivuar dhe kanë azgjësuar 265 fidan dhe 3414 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Konkretisht, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Pult, Shal dhe Postrib dhe azgjësuan 265 fidan dhe 1437 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Në vijim të veprimtarisë për këtë rast u referua materiali në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shpërdorim detyre dhe mos kallëzim të krimit për inxhinierin e pyjeve shtetasin AM. Shërbimet e komisariatit të policisë Vaodeus gjetën në territorin e njësisë administrative Shllak dhe Temal dhe azgjësuan 1977 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të dyshuara të kultivimit. Operacioni antikanabis i koduar koordinatat vijon.